duket se po iki për lesh me plot kuptimin e fjalës. Koha e ankesave. Keni parë ju ta presësh tjetrin? Jeni shumë të mira. O, sa bukur! Për ky xhaxhi donte t'ju mbante më shumë lek me stil. It's okay. Mos thon pastaj që burrat jo nuk shpenzojnë, jo nuk blen shumë, jo kështu jo ashtu. Se për outfitin? Fundi si ato perdet me që moti kështu me tyll të punua. Tani do bëjmë ekstremin. Do ngjitem tek piramida. Duke pritur kushon, se se mbani mend nga vlogu i kaluar. Të mira. Shkoj me një pjatë që... Mirëmëngjes nga një vlog i ri. Kishte shgoxha vonë, sepse sot jam zgjuar me vonesë. E kam prishur prap gjumin, sado që përpiqem ta rregulloj. Vjen një periudhë që prap flet shumë vonë, edhe normal që zgjohem vonë. Tani po bëj kafen tim me të ftohtë që e bëj çdo ditë. Edhe se jam pak në vonesë, do e pi sepse më bën mirë, ndërkohë që nga pas besoj se dëgjohet gjurma se po bëj pak drekën, do bëj pasta për sot. Dhe dua të them që kam nisur përsëri regjimin, qoftë në ushqim, qoftë në ushtrime, çdo ditë po bëj ushtrime trupi, kam nisur një plan të ri, si gjithmonë me xhimin. Dhe po, më kishte munguar sepse kisha një muaj që nuk bëja fare ushtrime, edhe trupi kishte rënë në qetësi. Kjo fundjavë është fundjava që unë do iki në Korçë dhe kam dasmën e shoqes, se që tregova dhe në vlogun më parë. Tani po ishte pak akull. Nuk ka si kafja që e bëm vetë, seriozisht. Kam arruar të tregoj, 2 ditët e fundit nuk kam dalë fare para ditës, sepse të martën isha për bashkëpunimin tim me Daisy si gjithmonë, kush më ndjek e di, dhe gjatë rrugës u ndjeva shumë keq, domethënë nuk e kisha parë veten asnjëherë aq keq. Filloi të kisha një tip dhimbje tek pjesa e barkut, e pakuptueshme. Edhe isha fiks në mes të rrugës, pra e kisha bërë gjysmën e rrugës. Dhe në atë moment ndjej djersh të ftohta në të gjithë trupin, më ishte mpir pak buza dhe filluan të më dridheshin duart. Isha me mamin në telefon, se zakonisht kur iki rrugës marr mamin në telefon dhe flas. Edhe kisha vetëm 2 djem para, të cilët po ecnin, edhe thjesht mendova që në këtë moment do bie këtu. Edhe të paktën janë ata do më shohin, edhe thjesht po bëja skenare në kokë që se do shkoja në spital. Më thënë skenaret që ndodhen në ato momente ku nuk ndihesh mirë, ku ndihesh vërtet keq. Edhe sa po pash lokalin e parë, më të afërtin që kisha, vendosa që të hy, isha aq keq sa nuk po gjeja dot derën ku të hyja. Ma ka hapur derën kamarierja, megjithatë vendosa të mos bëj panikë dhe të mos i thuaj që jo nuk ndihem mirë, jo më ndihmo. Eca pak nga pak deri tek tavolina dhe i thash të lutem se më joj të ftohtë. Të paktën aty ambienti ishte me kondicioner, edhe ndoshta e gjithë kjo më ka ardhur nga tensioni, nga vapa. Edhe që prej asaj dite vendosa që të mos dal në orar dreke, në pjesën e paraditës, sepse u bë kërkam keq dhe unë nga vapa, sikur të isha një plak e vogël, ndoshta jam plakur vërtet. Kështu, doja të ndaja këtë me ju. Tani po vazhdojmë drekën, po mbaroj dhe kafen edhe do të shihemi pak më vonë. Këtu po përgatis fileton e pulës, edhe aty kam vënë ujin për pastat, do t'i bëj kështu me thana, me hudhër, po në maqë më shumë pulë, edhe më pak pasta, sepse na duhet më shumë proteinë. Më duket se po iki për lesh me plot kuptimin e fjalës.
Shikojeni pak, nuk e di që si dallon në sytë e mia. Është një pjesë e skuqur këtu dhe një pjesë e skuqur këtu, po ju le dhe një foto këtu anash dhe i vura re tani që po bëhesha gati, nuk kisha as dhimbje, as kruajtje, as një lloj shqetësimi, thjesht duke ndentur u bën kështu dhe nuk e kuptoj se çfarë po ndodh me mua këto ditë. Një herë bëhem keq në mes të rrugës, tani ndodh kjo, duhet të filloj të shqetësohem. Kam dëgjuar që ndoshta kjo gjë është nga tensioni, por unë zakonisht e kam tensionin e ulët. Nuk besoj se tensioni i ulët ndikon tek tensioni i syrit. Nuk e di si janë të lidhura, nuk e kam idenë. Gjithsesi, kështu do dalim sot u pa puna. U bëra gati sepse pash që Zara dhe Bershka kanë bërë goxha ulje, edhe do bëjmë një xhiro nga Teku, që mos dalim thjesht për kafe këtu në lagje dhe dije që dolëm ishte shumë vap. Pra, u mundova të bëja pak edhe ecje nga ora 8 e darkës dhe përsëri ndije ajo e nxehta. Nuk e di kur do vi dita që të dalësh pas dite edhe të ndjesh freski, jo vap. Dhe duke qëndruar këtu, edhe ky fustan që kam veshur sot është nga një brand që unë bëj bashkëpunim për herë të katërt. Është lino komplet, me astar nga poshtë, me këtë detajin këtu. Shkojeni sa e bukur, do të shohim aty t'ja u tregoj se si qëndron i gjithi. Gjithashtu më ka dërguar edhe disa gjëra tjera që do t'ja u tregoj tani dhe mendova të bëjmë një mini haul, duke qenë se në videot e kaluara, pra në 2-3 vloget e fundit nuk kemi bërë fare haul, edhe besoj se dhe ju ka munguar kjo gjë, kështu që fillojmë. Besoj se duke, fustani është kështu. Është i gjatë deri në fund, ka dhe xhepa. Bëjmë me pakon që ju thash, fustani e parë u tregova, tani këto të tjerat nuk do t'ja u tregoj veshur, po besoj që derisa të dalë ky vlog, unë duhet t'i kem postuar në Instagram. Kështu që mund ta shikoni reelsin aty, po mendoj që të bëj një reels që buri, ose më saktë i dashuri, komenton veshjet e ja. Kështu është. Shumë e bukur. Dhe po qëndroj prapë nga larg, meqense garfër nuk duken mirë. I njëjti material lino është fundi i bardhë që e kombinon bashkë me bluzën. Tani e mira e këtij fundi është që vjen kështu i drejtë, po vjen pak me palë në fund, pra vjen pak më i gjerë në fund, edhe tregon trupin shumë bukur. Këtë fundin mund ta kombinosh dhe në qindra mënyra të tjera dhe është shumë i freskët. Po ja tregoj pak dhe fustanin nga larg, meqense nuk ja tregova. Ja. Ky është fustani nga larg, duket kështu. Tani mezi po pres të bëj një udhëtim, se më kanë munguar edhe udhëtimet. Bëjmë edhe me kombinimin e radhës. Është një set që faktikisht e kam pak të vogël, pjesën poshtë, se pjesën lart e kam okay. Kjo është pjesa sipër, është si tip kanatiere me frut. Edhe ka një detaj këtu qëndisjeje. Po ja tregoj pak më nga afër. Ka këtë detajin këtu. Edhe materiali është i freskët dhe ky. Dhe pantallonat janë këtu, në ngjyrë të bardhë me frut nga poshtë. Më rinin fix, do doja të më rinin pak më të gjera, ndoshta duhet të kisha marrë një masë më të madhe, se prerjet ndryshojnë, për shembull, ky fustani e provova dhe më rinte pak më i madh, edhe pse unë mendoja që do më rinte fix, masa small. Pra, duhet të kisha marrë extra small tek fustani. Ndërkohë që këto janë small më duket, po, dhe unë duhet të kisha marrë medium. Po shikoj këto po me dy mendje. Bukura janë. Po sa i bukur. Shumë i bukur kjo. Për ditëlindje. Ha? Është me.
Nuk di do me thënë, jam çuditur nga gjendja këtu, skandal. Nuk të bëhet me kërku. Deri tani nuk po gjej asgjë, edhe është një super rëmuj këtu, tek Zara. Është aq shumë rëmuj sa duket sikur nuk hyn asgjë në sy. Më thënë, në gjitha të rëmuj, mua nuk më hyn asgjë në sy për të bler. I shikoj ato rrobat kështu. Nuk, asgjë nuk bleva. Mos u tallë. S'është për të tallur. Do të gjej diçka që nuk e gjej. Si mendon për këto? Sa të bukura. Mos u tallë. Sa bukur. Mos të kop sa bukur gjithmonë. Nuk ka bermuda, më vlla. Ku ka bermuda këtu? Në trekëndshën e Bermudës. Më mirë të marrë dhe një të zesta lekë të kafe, se po ndroj mendjen që këtu. Mere, Shumë e mezitu. mos e merr. Zema, Shumë e vogël. super, merr. Sa e bukur. Si përfundim qa zodha? Ato janë për quna. Jo, kështë e Hajde moj, se ke 3 palësiza. E po që do gjeja në me shkujt këto dhe pantalonash, nuk e prisja. Janë yll. Unë një djaliri dhe unë bëj si kur s'kuptoj, jo s'kuptoj. Për pazar. Por, normal që unë nuk kam bërë shumë pazar, të gjitha këto që shikoni këtu janë të burit. Që mos ton pastaj që burrat jo nuk shpenzojnë, jo nuk blen shumë, jo kështu, jo ashtu. Për uljet ishte një kaos i vërtet atje, një skandal, unë nuk isha qenë asnjëherë për ulje, se zakonisht dhe kur janë uljet, unë i bi porosit online. Edhe mendova këtë herë të shkoj t'i shikoj nga afër, thash, t'i provoj atje të shpifeshin rrobat, më fal për shprehjen që po bëj tani, po sinqerisht të vinte ndot që ta kapi një bluzë dhe ta provoje. Atëherë, këto janë xhinset e para që ka marrë buri i dashur, që ishin me ulje tek Zara, nga 45.000 lekë, 15.500 lekë. Sa ishin moj? 15.500. Më thash ishin 12.500. Po, gjasme, shikon si bën gjasme që si dinin çmimet. Ti provoj edhe me këmishën, ta provoj me këmishën. Tani prit se ma prish haulin. Ri me gjinsi sa të nxjerr këmishën. Plasa me gjinsi, oj goc. Prit. Mori këtë këmishën tek Waikiki dhe kjo kushtoi 22.000 lekë 900. Po. Është kështu, është si material jeans edhe ngjyrën. Nuk e di tash sa duket aty. Edhe ngjyra është kështu blu e errët, si blu jeans e errët. Bëj një gjë më të zgjuar, do ta lë. Veç mos bëj ekstremi në zemër, po ç'të dush. Tani unë do ri pak më nga afër. Vazhdojmë me gjën tjetër, që janë përsëri një palë jeanse. Për burin asë mos mendoni për vete. Unë asë s'kam blerë. Këto ishin 9.000 lekë, 8.900 lekë. Ha, sa bjerë 9.000 lekë. Okej, këto kanë qenë vërtet ja kanë vlejtur. 9.000 lekë. Se dhe ngjyrën e kanë të lezetshme. Edhe Masë buka këmisha i gotë. duken kështu. Si s'të bë ka me XL. Duke se jam bo format elefant. XL. Fyshtë. Jo. Shumë mirë, po je pak i fryrë tani. Për çmimin besoj që ja vlen. Këto i provoj që aty, kështu që këto nuk kanë nevojë të provoj. Shumë bukur. Mirë rin. Vish edhe një me këto tani. Të shikoj një Me këtu këtë? kam shumë bukur. Bukur. Elegant. Shumë elegant. Burin do ta çojmë për kështu për Mister Kom friko zemër se shkoj e fitoj. Mister Tirana. Na, urdhëro.
E ke bërë zhub këtë, kush do ta e kuros këtë? Po do Kështu e kanë futur ato. Do mi kështu. E kanë futur ato gocat dhe kanë bërë zhub këtë. Nejse. Zhupkë. Është kjo bluza në ngjyrën, si është kjo, ngjyra pana. Krem, nuk është e bardhë. Kjo sa ishte kjo? 6.000 lekë zënjo. 5.900 lek. Të vjetër. Dhe që kam marrë tek Waikiki janë këto xhinset e shkurtra. E po, këmisha, shko ma ta këmisha, po? Po, me këtë po. Vi në këtë nuancën si gri. Ishte nuanca veçantë në fakt kjo, është si gri, si ngjyrë tulle. Këto nuk e pas kanë çmimin këtu, po më duket se ishin 15. 15 më duket se ishin. Fillojmë me New Yorker, ju e dini që unë tek New Yorker marr këto gjërat bazike, fluturojnë fatura ndërkohë në sfond. Tani, mora këtë bluzën e zezë tek meshkujt, se më pëlqen që ka mëngët kështu të gjata. Që ta kombinoj, por, gjeni çfarë? Buri im më thoshte që ta marr mas extra large. Se që ta mbaj aja, tani që tani ma kërkoj. Ta provoj pak, do ta provoj, do thotë, do ma lesh mua këtë. Kështu që zere se nuk është e imje, zere se është e ti. Qatë shmemi kishtë më duket 7.000 lekë ishte ajo. Dhe te gocat... Sa bugën rrit? Kjo po. Te gocat mora këtë bluzën e bardhë, të thjesht, edhe kjo i ka mëngët kështu të gjëra, për ta kombinuar në përditshmëri me pantallona, funde, që të ri pak e gjatë. Tani story time, ishim tek Bershka. Dhe unë kam më shumë se 2 javë që kërkoj nga ato pantallonat Bermuda në materialin jeans, të bardha, dhe i kam kërkuar kudo, por 2-3 vende që kam gjetur nuk më ka pëlqyer prerja. Pash tek Bershka, tek vajzat, nuk gjeta gjë, dhe kalojmë tek djemët. Rastësisht, aty, shikoj këto. Dhe ishin masa 36 tek çunat. Thash do i provoj një herë, po ndajtën mirë, pse jo, po s'ndajtën varja. Ja u kam lënë dhe video, i provova dhe i mora. Por, çfarë problemi kanë këto? Tani këto ishin 13.000 lekë, diçka të 14. 14. Me gjithë 200 lekë qesen. Me gjithë 200 lekë qesen. 200 lekë nuk e dua. Po, e do të e goca karga, e do të rë. Po shikoni pak nga pas. Në momentin që i provova, pash që kishin njollë, tash atje nuk duket shumë njolla. Jo, duket. Si nuk duket moj? Në kamer. Kishin njollë nga pas. Nuk e di qa njollë është, mund t'jetë pa kujdesi. Do thonë ju pse të la mendja dhe i more me njollë, sepse pas i provova dhe pas që kishin njollë nga pas, shkova te vajza që ka magazinën në përgjithësi, dhe i thash të lutem, ma shiko pak të kodin, i thash, ka mas tjetër 36 si ky model, sepse te Kraft i thash keni vetëm 24, dhe 24 me 36 qa ndryshimi, do më thëmë të futesha 7 euro në aty. Jo, tha, më vjen keq që janë të fundit, i thash, problemi është që kanë njollë, i thash, dhe mua më pëlqejnë, se mua më rrinë në vërtet shumë mirë, edhe tek beli, edhe tek pjesa këti, do më thënë ja fix prerja që unë doja. Okej, më tha, do ta bëjmë kështu, do shkosh te kasa, do të thuash që unë do i marr këto, por këto xhinse janë me njollë. Dhe ku e lam faturën, kjo do t'jetë besoj. Po. Dhe në faturë tha do të vendos një vull dhe një shënim që xhinset ishin me njollë. Do i marrësh në shtëpi, tha, do i provosh t'i lash, t'i pastrosh, nëse njolla nuk të del, dhe duken shumë keq dhe ti nuk do që t'i mbash, vjen dhe bën ndrimin me faturën me vull. Era e parë që më ndodh, nuk e dija që mund ta bëj edhe këtë gjë në situata të tilla, gjë shumë e mirë për mendimin tim, se në të dy rastet unë ndale fituar edhe nëse pastrohen i ka modelin që unë dua dhe që më ri shumë mirë, dhe nëse nuk pastrohen, fundja shkoj marr prap lekët mbrapsht. Fundja nuk është se ishin dhe shumë lekë edhe sikur mos t'i marr. Pra, sill brenda vetes unë po mendoja që prap do t'i merrja dhe nëse nuk
ktheheshin lekët. Por buri im që bën ekonominë e shtëpisë tha, shumë mirë, kështu do marrin lekët mbrapsht. Dhe me ato lekë, Unë të qa halë se të më harqosh mirë për të qa. dhe me ato lekë, gjeni çfarë do bëj, do bler diçka për vete, normal se. Me 14.000 lekë. Do blesh një tjetër Qa do bluzë. blesh një shtëpi? Kështu, kjo ishte pasditja jone të Që Edës. pas ditje më se organizon kallo ka më të yra rreth dyqanëve. Kemi më mosh, nuk kemi më mosh për të dalë Jo, në pazar. Se të hërë të usht. Nuk e di çfarë do të bëj. Zero mos na ka tuja si gjo. Kese e lodhur. Mirëmëngjes nga një ditë tjetër, edhe pse faktikisht ka erdhur dreka. Tani po vendos pak të serumin Renew. Ky serumi është yll. Shkojnë pak shkëlqimin që le sa po e vendos në fytyrë. Do përdor këtë serumin e akneve. Vetëm tek pikat e zeza, sa për momentin shqyr nuk kemi akne. Dhe serumin e vendosëm. Sot është koha paka shumë vrentur, shpresoj që të bjerë në një shi. Dhe hapi fundit që do përdor tani për rutinë e mëngjesit është kremi SPF që ja kam nxjerrë shpirtin me plot kuptimin e fjalës. Shumicën e ditëve e përdor edhe 2 herë në ditë. Dhe pak sasi mjafton, përthitet shumë mirë nga lëkura, ju e dini tashmë, ja u kam treguar disa herë. The biggest difference, and the reason why the couch feels so big, I think is one, because it's black. Before we had a gray couch. Completely not it, but now that we're good with it and it's been in our space, I think I'm getting used to it a little bit more. Now, the second couch... Koha e ankesave. Keni parë ju ta presësh tjetrin? Kush aty? Keni parë ju ta presësh tjetrin 1 orë fiks të bëhet gati, se unë isha gati. Edhe vetëm për 5 minuta që unë zjodha syzet, filloj direkt. Duhet të nxitohem shpejt, se duhet të kapim atë, shpejt se duhet të kapim O këtë. gjigan, Ha, kur pret tjetri, i presupozoj si ti është gati vetë, jo? Kur të bëjmë unë gati, prit sa kam nej 5 unë minutë. gati isha, Aje 5 thjesht, minuta ko shtesti. thjesht kisha për të marrë syzet, Po. që i përshtaten formatit Po si tim. more, gjatë ty në kohë. Si more se kisha haru, po unë pjesën tjetër e kisha gati, nuk Po të nuk lash... 5 minuta u vënova. Po jo se su vënova Nga 5 moment- minuta, se Po. ke fjet në orën 4, e zu në orën 6, S'kam fit në 4. edhe ora tani për momentin është 7:20. S'kam fit në 4. S'kam Kështu fit në që- 4. Po kur ke fjet? Në orën 4:30. Fit në 5:30. Po. Nejse, e prita shumë. Dhe Prita shumë. Nuk e Shën meri- gjumë nuk e meritoja, Nuk arrita të shoku. nuk e meritoja që mua të më grinte. Unë me pi edhe me vëzu, edhe unë e knasha të tjerë më kishi ku. Unë qmanë. Ata që më shikojnë nga jashtë do të qabe në gotë. Qa bën kjo qmandura? Kam shkar njerëz, nuk e... Po jo më po, se jo, po si ti është ajo me motra. Atëre ne erdhëm në shtëpi dhe ndryshuam pak veshjen. Unë më saktë ndryshova veshjen, sepse do dalim tani për darkë, për të pirë diçka. Jemi duke pritur kushon, dhe si se mbani mend nga vlogu i kaluar. Janë kthyer nga pushimet, kështu që na morën telefon dhe do dalim me ata. Ndërkohë, prit ju tregoj se çfarë mora për pantallonat, sepse dje i lava me larës të thjesht dhe njolla u zbe pak, po nuk ka ikur tërësisht. Për pantallonat që bleva me ulje kam. Atëherë, çati më sugjeroi Vanish Oxy Action për rrobat bardha. Dhe do ta provoj, tani shpresoj të funksionoj. Nëse nuk funksionon dhe kjo, mendova që t'ju vendos disa tip stampash nga mrapa, kështu tip qëndisjesh.
Me pak fjalë që ta kuptoni qa njeriu jam unë jap mundësi deri në fund çdo gjëje. Me thënë, edhe kur vjen puna tek gjërat e vogla, si që janë këto pantallona, pra po provoj t'i laj, po mendoj që ti qëndis, vetëm që t'u jap një shans. Të njëjtën gjë bëj edhe me njerëzit, me shoqërinë, me familjen, me çdo që kam afër. Çdo gjëje i jap një mundësi deri në fund, kam një durim të smur dhe nuk e di, po kështu jam, ndoshta e kam një gabim kështu siç jam. Ndoshta nuk duhet i bie kaq gjatë, po ja që. Ndërkohë po ju tregoj pak edhe veshjen këtu në tualet. Tani këto fshesa thuanash, mos i vini re se sapo kam pastruar sot, kam sistemuar. I derës, do më thonë, ishte grop. Mra aty o kusho, po të të dalin tani. Korupcion. E dhe lek? Sa lek? Bet korupcion? Pse? Tere, story time, parkuar makinën këtu te rrugë e Kavajës, një burr I cili ishte përgjegjës për parkimit dhe mbante lekët, edhe tani ishin 3 goca portugeze, të cilat I kishin parë çmime tek tabela e shënuar. Por ky xhaxhi donte t'ju mbante më shumë lekë me stil. Tani ato nuk ishin të humbura, ato kishin kuptuar që ky donte t'ju mbante më shumë, sepse kishin një 50.000 lekësh dhe ky donte t'ju kthente vetëm 20, ndërkohë që parkimi bënte 28.000 lekë në total për deri nesër në orën 6 që do e lirin ato. Edhe sapo I pash, domethënë që ishin në vështirësi, normal u ofrova, fola anglisht aty me to, ma shpjeguan situatën. Edhe si përfundim dhe unë e kuptova që ai xhaxhi donte t'ju mbante lekët, donte t'ju mbante 2.000 lekëshin më shumë. Edhe si përfundim u sqaruam në shqip me xhaxhin, I cili nuk dinte anglisht edhe asnjë gjuhë tjetër të huaj me sa kuptova. Dhe si përfundim ja u dha lekët dhe më falenderuan shumë. Po që ndodhin këto gjëra ku tjetër përveç se në Shqipëri. Kështu, thjesht doja ta ndaja me ju. Hartën, di, po s'di mirë po. Jo, me po s'po po kujtohet e mojti Sofia. A I këngëler po? Jo, pse po do, në tuja të punë. Jon 5 euro. Ku ti mor 5 euro e pote? Ti da salta. Ka 700 lekë pote. Të ishtë 700 lekë ditë? Ko veç euro, mlaja. O, moja. A ke franga? Jo, franga. Ua, si e me portofon në grua, stu. Ka lekë vogla ngure. Jo, lekë Oj, shqiptare. pas ka ore, veç gjësh. franga. Jo, pas 200 lekë. 500. Ska gjë, meri franga të krejt 200 lekë. Mos ju kanë në atje. Ka bukë sa di bukë që ty të Do blem një bukë ti tash. Afrohemi, shikoj unë atje, aqërë si funerale. Sa e ka lëvë sa të na bëj bukë aty. Edhe ta kësër ka rëmë, thot mua, do blem bukë sot? Jo, dhe mu nuk do. Ule. Doni me hyj këtu. Veç me pa pamje, no, o zemra, pamje. Tani do vim ekstremin, dhe ngjitem tek piramida, tek shkallët e vogla dhe të bardha. Kush e mban mend? E mban. Para shumë vitesh. Nuk e di se si po ngjitem, por e shikoj që do zbret shumë shpejt. Ja shumë të vogla, më dhe të bardha. E bëjmë një challenge kush I më spore. Po, zemër, po. Për 10 euro, okej? 1, 2, 3. Sa budallenj. Shikoj për 10 euro qa bërë njerëzit, shikojni. Shikojni për 10 euro qa bërë njerëzit. Nuk mundem, do me the. Sa mirë që s'mora pjesë në këtë gari dio. Se si kam 10 euro. As si kam, as do t'i kem, vetëm do të zbresë që këtu. Do të zbresësh. Çfarë kam? Do të marrë shpinë Sofia. Më vjen kështu tani më. Jam shumë keq nga këto shkallë. Shko po I kërkon. I kom 5 euro. Jo, thjesht. Edhe 5 euro të tjera, s'ka.
Sa me kështu me... Është me leje, çdo gjë. Me leje. A do shte vet. Cheers. Cheers. Përshëndetje nga dita tjetër. Ne dje kemi ndendur deri në orën 5 të mëngjesit. Pasi dolëm, shkuam në shtëpi, jemi futur me kokë në letra, në muhabete të thella, në pyetje, shaka e gjitha këto dhe vetëm kur shikojmë orën që kishte shkuar 5. Kështu që unë sot jam zgjuar shumë vonë, në 11:30. Jo të gjithë. Përveç teje që ti fjetë edhe i kënë punë, ti nuk të llogarisim. Ti ishe tjetër... Unë kam flet, ku fletën 2:30 fleta unë? Po 2:30, po ne kena fjetëm... 7. Po pra, ne fjetëm me 5. Po me se një ku dalej. Më fru kamre. Po i ku dalej. Nëse, kaluam Se shumë... as jeni, a? Jo. Bënat. Nëse, ne kaluam shumë bukur, po duke qenë se unë u zgjova vonë sot, si që thash në 11:30, thjesht pata kohë që të bëja gati gjërat, kemi pirë vetëm një kafe në shtëpi shpejt e shpejt, edhe kam bërë gati të gjitha gjërat për në kors, që shikoni nga pas kam edhe fustanin, edhe çdo gjë, edhe jam nisur direkt, se sot në orën 7 duhet jem tek Dasma, për momentin ora është 3:20, shpresojmë të mos ketë trafik që në orën 5 të paktën të jem në shtëpi. Ky vlogu ndoshta është pak rëmuj, se tani nuk e di fikse çfarë kam xhiruar, po gjithsesi më pëlqen që jam aktive edhe po mundohem që të bëj vlog çdo javë. Kjo është shumë e rëndësishme që të mos bëj prap shkëputje. Do mundohem ta vazhdoj këtë rutinën që të xhiroj çdo fundjavë dhe në mes të javës të keni nga një video të re. Në qoftë se nuk më keni bërë subscribe, ju ftoj të më bëni subscribe edhe kështu. Hajde dhe më fjera ke ja e ai djali që të ka. Hajde dhe më fjera ke ja. Ku ishe me Kloda? Vetëm brez, çdo javë vjen nga një vend kështu. Tani e fu. Gjithë rrugës e Të pëlqevi ora? Të pëlqevi ora? Ndroja atë tani se. Përshëndetje njerëzit. Si je, si shkon, si dukesh, ku ishe, si ishe? Po, ja vajtu me djallën me Jani në shpurin në Skopoj, që s'kisha vajtu fare. Kënaqe? U kënaqa për zotin u Montove, bravo. Shumë mirë. Do dala ndet, shikoj çfarë do thonë. Gati. Bukur? Po ti je bukur, thot. Bukur sa. Po bukur vetëm. Shumë bukur, jo bukur. Ane mërej. Se kam kamerën. Prit se do më nxjerrësh prap. Se kam kamerën. Bukur? Analiza, nxjerrën e ti telefonin. Telefonin. Me mahnite mua. Unë kam qef të dal tash një njëtë me ty në O, të dyja me Foto, hajde. Çeke, jo do prap. Okay.
Mirëmëngjes nga dita tjetër. Ne sot jemi zgjuar pak me vonesë, sepse dhe dje fjetën vonë. Pra, është dita e dytë që zgjohem me vonesë. Në orën 10 dhe sa u bëra gati shpejt e shpejt, tani do dalim të pim një kafe me mamin, motrën, Dajën, të gjithë pra, se sot është dita e fundit e Dajës, edhe kur të ikim do ta marrim Dajën me vete. Tani t'ju flas shumë shkurt për dje. Nuk e prisja, do me thonë, unë jam njeri që prekem në përgjithësi edhe në çdo rast prekem, por thjesht në moment që kisha shoqen përballë, të veshur nuse, kisha shumë vite pa takuar, siç ju thash dhe ju pak më parë, nuk po i mbaja dot më lotët, edhe as nuk flisja dot, asgjë. Pastaj kam takuar edhe një herë pak më vonë, edhe ndoshta do takohemi që të pim edhe ndonjë kafe. Po nuk e di se kur, të shohim. Varet sa do rija jo në Shqipëri, edhe nëse do kem mundësi të jem këtu. Nëse jo, pastaj normal që kur të vi herën tjetër, do ta takoj. Me patjetër, domethënë, nuk duhet të ri më kaq shumë vite pa u takuar. Ku do? Nga do t'i bie? Ja këtu, kush kjo rrugëre që u bën pallate. Ja drejt. Pastaj dalim në Pas rrugën ke tradhuar Vaskën. Po të shikon, Olsa shiko ku bën pazar kjo. Ka shkallën të mirë se e merr ande nga Erseka. Dhe e ka shumë të mirë. Ti e provove? Nënën si pëlqeu dhe... Ke ku është mini market? Ja, ku janë ata afërsi? Facebook dhe të tërë në mua vinë. La njërë me të janë e folnjë, mami tërë të njojnë, tha po tërë i tërë me tërë në mua marim buka. Përshëndeti pak njerëz, përshëndeti. Sa problemi ka? Tu është më bukur se në çdo. Po, prandaj na ke sjell këtu 20 herë. Mua, përveç se këtu s'më vjet as në një kafe. Ai që quani pamje. Jo, se shumë mbaj një çik. Le recere ku me posh. Mëngjes pas vargu në drita, të gjovanja sa u vita. Se për outfitin? E fundi si ato perdet pe qimoti kështu me tyl të punuar. S'të Që pëlqen? marrin ato plakat në për dritane. Ko do me thënë, mirë. Ti qa mendimi ke për outfitin? Mua s'më pëlqej. Se qa preferon ti që të veshun? Mua më duket si këmish nate për të fjetur me tantel. E po kështu ka ndalë tani me dantel. Moderne. Po mirë. Ti duhet isha qethur pas të vinte goca, jo kur erdhi goca. Orinoam, Shumë bukur, djemka, ka lezet, plak. shumë i bukur. Yll. Goca tani. Do ik goca tani. Çfarë do t'i thosh gocës? Mua s'më pëlqen ti goca, dua të rikë. Mi hajde në Tiranë. Tiranë. Som këtu se i ka. A hika, a mo hik. Hik po deshe se s'ta jep gocë. Fakti. Me ti. Sofia, ke fut fishat aty? Ah, Po jo. Hajde puç, se do ikim dhe shtikim fshat. Fa ku jeme, Lui, ku jeme? Wow. Po kjo ishte në? Është më moderne ajo, në ajo cullesh, apo ja? Shumë e këto, jo moderne. Po, bulla. E bull të bën me krakë, nën. Si të bën me kur të Me krakë. Po këto janë tani mos na zej gjumi rrugës. Mos e pite mos të zejnë këta. Po ja nuk ka kështu kjo. S'ka alkohol kjo. Jo, ka kafe. Ka kafeinë. Është si kafe. Për zotin. Jo. Atë mira. Shkoj me një pjatë që ti vini aty ti janë i ratë. Mos për to. Jo, i Po ti vjen këtu? Jo, veri, po, gjeri telefonit se ashtu të shëgjone. U vënua? E po se lenus janë me më. Po jo me të shinu se dhe nuse atër ditën këtu ka qenë po. Ashtu, bjeri njërë, se aju nuk e ditë se keni ardhur juve. E di më se na Po e di se na pa. Po ku e pa to? Po shpallatit. Tuaja, Po, se po vinte për në ju. po. E po e o të shide. A, se unë grys? Edhe dëgjohë.
Me të vajtur birin telefonit që arritëm. Mirë, do të Se them. unë s'kam kështu. Mirë, do të marrë. Se s'ke internet, në ma ta shko ca internetin të ndun të... Prapo! Jeni shumë të mira! Do vish Tiranë? Do vime pa tjetër do vi tu bes të nena. Kur të do nyve? Tani, ajde, him. Hajde. A për vendin. Para dua. Se të vi Tiranë. Yes.